Nuk e kam numëruar sa herë kam dalë në këtë skenë për kongrese, por asnjëherë nuk ma ka marrë mendja që do ndodhte të dilja përpara një kongresi jo të një pale, po të gjitha palëve. Dhe për këtë dua të falenderoj Arbin. Arbi kishte bërë një klip prekës për hir të vërtetës, por kishte lënë pa treguar të vërtetën për zanafillën e historisë sonë të përbashkët, sepse duke dashur të mbetet konsensual e ka fshehur nga biografia që jetën kur doli nga duart e çimit e ka filluar si antar i Freshit. Dhe unë nuk kam asnjë rrugë tjetër përveç se t'ja kujtoj biografinë. E kam takuar në një fest që organizonte Freshi, edhe ky ishte jashtë, te dera. Edhe i thashun, po ti qa bën me qa meresh? Unë tha nuk di të merrem, tha, as me zyra, tha, as me llafe, tha, unë jam njeri i rrugëve. Edhe unë i thash, po ti qenë ke terrorist. Dhe në fakt, aty nisi historia jone përbashkët, dhe kur Arbri më tha që të vija, erdha me shumë kënaqësi kur më tha të flisja, nuk isha edhe aq i lumtur, sepse ky është momenti i tij, kjo është dita e juaj e antarëve dhe mbështetësve të fondacionit, dhe unë jam vetëm një nga mbështetësit, por gjithsesi, duke qenë se jam këtu, doja të thosha dy fjalë për shpresën dhe për bamirësinë. Duke u nisur nga një shprehje që më ka pëlqyer gjithmonë, që thot shpresa duhet stërvitur. Dhe e vërteta është që shpresa nuk është një zbukurim i shpirtit, nuk është as një yll fati mbi kokat tona, nuk është as një premtim i turbullt se nesërmja do jetë patjetër më e mirë se sa e sotmja. Shpresa është një muskull. Kim Fagu, që është një nga mbështetësit e këtij fondacioni, që jam i bindur që është në sallë dhe që jam po aq i bindur që nuk doli të marri si gjithë tjerët atë medaljen apo çfarë quhet ajo, sepse Kim Fagu ka qenë gjithmonë kampion në vete, e kupton shumë mirë çfarë them kur them shpresa është një muskull. Dhe si çdo muskull rritet vetëm kur stërvitet. Dhe forcohet vetëm kur ekspozohet ndaj vështirësive, ndaj pengesave dhe sidomos ndaj zhgënjimit. Dhe prandaj shpresa, kur është e pastërvitur, është e brisht edhe nuk të çon larg. Ndërkohë që shpresa e stërvitur bëhet forca që na çon përpara në kërkim të asaj çka duam të arrijmë për vete apo për tjerët. Nga ana tjetër, bamirësia kam përshtypjen që shpeshherë keq kuptohet dhe shumë kush e imagjinon bamirësinë si aktin e thjesht të dhënies së diçkaje që nuk duhet. Por besoj që bamirësia e vërtet nuk është bujari me atë që ti ke tepërt, por është bujari në radh të parë me vetveten. Bujari që
mishërohet më smiri tek ajo shpreha që të gjithë e kemi dëgjuar, unë për herë të parë kam dëgjuar i vogël fare nga gjyshja ime dhe për një periudhë kohe natyrshëm nuk e kam kuptuar deri në fund, që thot lum kush jep, jo kush merr. Dhe faktikisht bamirësia është një vendim është një vendim për ta hapur veten ndaj tjetrit dhe për të mos e parë tjetrin si të huaj, për mos e parë tjetrin si një barë kur ai është në vështirësi, por si një pasqyrë ku reflektohet masa e njerëzillëkut që ke ti vetë. Dhe në varësi nga sa ti reflektohesh tek tjetri që është në vështirësi, bamirësia jote është e vërtet apo është një keq kuptim shumë i madh. Sepse bamirësia nuk është një gjest, nuk është as një ngjarje. Bamirësia është disiplinë. Dhe prandaj të dyja jetojnë bashkë. Edhe shpresa që pa bujarin kthehet në abstraksion, bëhet një muskull që mund të rritet në vetvete, por nuk i jep trupit atë forcën e domosdoshme për të shkuar përpara, ndërsa bamirësia pa shpresën kthehet në ofendim. Nganjëherë besoj për gjithë ju është ofenduese kur dikush e hedh diçka për dikë që ka shtrirë dorën dhe nuk i kthen as syt. Së bashku ato formojnë një mënyrë jetese, formojnë edhe një mënyrë qeverisjeje, formojnë edhe një mënyrë imagjinimit të ardhmes. Dhe më shumë se asnjëherë tjetër, përtej teorisë, unë e kam përjetuar këtë që thash lidhur me mënyrën e qeverisjes dhe me se si shtetet nuk ndërtohen vetëm me buxhete dhe me politika, pikërisht në atë ngjarjen që e solli në fillim filmi lidhur me afganët. Ishte një moment kur Amerika i la mbrapa, duke tërhequr me vete gjithë NATO-n, të gjithë ata të cilët në fakt i kishte nxjerr nga errësira me një premtim shumë të madh. Me premtimin se me ardhjen e Amerikës edhe të NATO-s në Afganistan, gjithçka do ndryshonte në jetën e tyre, se do kishin liri, do kishin demokraci, do kishin të drejta, se gratë do ishin njësoj si burrat, se vajzat nuk do ishin më të detyruara të qëndrojnë mbyllura dhe të ndalojnë të shkojnë në shkollë, se opinionet do ishin të lira, se do kishte shtyp të lirë. Dhe pa pritur sa hape mbyll syt, gjithçka mbaroi për ata njerëz. Dhe aty unë kam parë Amerikën tjetër. Dhe aty kam kuptuar forcën e jashtëzakonshme të atij vendi, kur njerëz nga më të ndryshmit, njerëz që në jetën e tyre për të përditshme jetojnë në kampe të ndryshme, jetojnë në botë të ndryshme, siç jeni të gjithë ju këtu sot, u bën bashkë edhe vinin telefonatat më të çuditshme që kërkonin ndihmë dhe e kërkonin ndihmën këtu nga Shqipëria, sepse ne u bëmi vetmi vend që hapi dyert
për afganët, të cilët për ta thënë deri në fund ishin shumë musliman për të qenë të mirëseardhur në shumë vende të tjera të NATO-s, ose nuk ishin dhe aq të bardhë. Ndërkohë që ne e bëm këtë, Arbri dhe plot të tjerë u përfshin në këtë bashkë me shtetin, pikërisht për atë që thash më parë, sepse tek ata që pa pritur apo kujtuar kishin mbetur në mëshirën e një turme vrasësh, ne pam pasqyrën ku reflektohej shpirti ynë. Dhe shpirti ynë, pavarësisht se jemi ndër vendet më të vogla dhe më pak të pasurat NATO-s, nuk mund të ishte aq i vogël sa shpirti atyre që mund të jenë më të pasur dhe mund të jenë më të mëdhenj se ne. Dhe për të mos ju marr kohën tuaj me fjalimin tim si zakonisht të shkurtër, unë duhet shtoj që faktikisht ajo që ndodh me këtë fondacion dhe ajo që ndodh në tërësi kur njerëzit organizohen dhe bëjnë bashkë në këtë mënyrë është ndërtimi i zakoneve të zemrës. Dhe natyrisht që mes tyre zakoneve të mbledhura bashkë për të bërë një zakon të një grupi njerëzish, stërvitja e shpresës dhe disiplina e bamirësisë janë dy zakone që qëndrojnë detyrimisht më lartë se tjerët dhe nga të cilët varen të gjithë zakonet e tjera në këtë qasje ndaj tjetrit. Dhe ne jetojmë në një kohë që për i të vërtetës i vëm provë çdo ditë, çdo sekond mbase që të dyja, edhe shpresën, edhe bamirësinë. Bamirësinë e kuptuar si bujari, si respekt, si njohje e tjetrit, si pasqyra jote. Dhe çdo ditë e dëgjojmë sa zhurmë bën cinizmi, sa e fortë, sa e lirë në kuptimin pa asnjë kosto dhe sa ngjitse është zhurma e të keqes. Dhe sa e lehtë është përhapja e dëshpërimit, ndërkohë që duket të vështirë përhapja e shpresës. Se sa e lehtë është të gjykosh dhe të paragjykosh dhe se sa e vështirë duket të ndihmosh. Por nga ana tjetër, ajo që është mirë ta kujtojmë vazhdimisht dhe që sot kjo ngjarje jubilare e fondacionit e kujton nga minuti i parë deri në minutën e fundit, është që dëshpërimi nuk e ka ndërtuar kurrë një shkollë. Cinizmi nuk e ka shëruar kurrë një fëmijë të plagosur. Dhe të pajtuarit me indiferencën nuk e ka hapur kurrë një rrugë të re shprese për askënd. Vetëm shpresa e stërvitur mund ta bëjë këtë, dhe vetëm bamirësia kur është kthyer në disiplinë mund t'i jap krah shpresës. Tani patjetër që të gjitha këto së bashku janë të lehta dhe të bukura për të thënë, por nuk janë as të lehta dhe as nganjëherë të bukura për të bërë, sepse janë të vështira dhe sepse janë të dhimbshme. Dhe bukuria që qëndron pas tyre është ajo që vetëm mund shijohet në një moment si ky, ndërkohë që e përditshmja është diçka krejt tjetër. Është të zgjohesh çdo mëngjes me një bindje kokëfort se duhet bërë sot prap edhe një herë stërvitja
e shpresës. Është të zgjohesh çdo mëngjes me bindjen kokfort se për të ushqyer shpresën duhet bësh pasqyrën. Dhe në fund fare, të praktikosh bamirësinë do të thotë që ta refuzosh idenë se jeton vetëm dhe se je i vetëmjaftueshëm me ata me të cilët jeton, duke kujtuar dhe menduar se jeta do të jetë gjithmonë po ashtu. Kur mos i ndodh askujt që të ketë nevojë për një dorë të shtrirë, por kur askush mos e harroft që sa më shumë ta shtri dorën, aq më të madhe ka shansin që nëse do t'i ndodh ta ketë dorën e shtrirë. Dhe ajo nuk është më dora e tjetrit, është dora e vet. Që e ka shtrirë shumë herë për tjetrin dhe që vjen e shtrirë drejt tij nga tjetri. Përfundimisht dua të them që Arbër, fundjava ndryshe është një palestër e shpresës. Ti je një trajner i disiplinës bamirësisë dhe nuk e kuptova mirë çfarë deshe me thënë me atë që kur mos jem më unë këtu, se s'po e them unë atë, jo ta thush ti, po unë uroj nga zemra që të vazhdosh çdo ditë të gjesh forcën për ta stërvitur shpresën dhe kokfortësinë për ta ushtruar disiplinën e bamirësisë dhe mbi të gjitha uroj që gjithë këta njerëz, gjysma e cilëve këtu mua nuk më shohin dot me sy, ty të duan, të respektojnë dhe ti ndërkohë të stërvitesh edhe që kur të futesh një ditë politik të mos çuditesh që gjysma e këtyre këtu nuk do të shohin dot me sy. Shumë faleminderit. Dhjetë vite më parë, një djalë i ri me një zemër shumë të madhe, i dha mundësinë Shqipërisë të besonte dhe të shpresonte akoma më tepër. Me përkushtimin, vizionin dhe guximin e tij, qindra familje gjetën shpresë dhe miliona njerëz u frymëzuan për të ndihmuar më shumë. Dua të ftoj me një duartrokitje shumë të madhe mikun tim dhe të gjithëve ju, themeluesin e fundjavë ndryshe, Arbër Hajdari. Faleminderit.
Në fakt, nuk isha përgatitur për të mbajtur një fjalim këtu, por parafolësi im foli aq bukur sa që doja të dilja që të mos harroni se kryetari jam unë këtu. E tani, i nderuar kryeministër, të nderuar deputet, ambasador, kryetar të njësive të qeverisë vendore, klerik, bamirës, vullnetar, të ftuar nga Kosova, Maqedonia e Veriut e Malizi, zonja dhe zotrinj. Sonte jemi mbledhur për të festuar jo vetëm 10 vite pune, por një dekadë të tërë për kushtimi, humanizmi dhe dashurie për atë dheun, e cila të obligon për bashkëqytetarët e tu, të njerëzit. Ky nuk është një përvjetor i zakonshëm, është dëshmia e asaj që Zoti bën kur njerëzit bashkojnë me sinqeritet zemrat dhe qëllimet. Para 10 vitesh nuk e dija se ku do të më çonte kjo rrugë. Kisha vetëm një bindje, se drita hyn edhe atje ku shpresa dukej e dobësuar. Dhe Zoti, siç duket, e pa këtë qëllim. Ai na hapi dyer që nuk i kishim imagjinuar, na vuri pranë njerëz të mirë, na dha forcë për të përballur me histori të rënda, na dha guxim për të sundalur. Ne kemi qenë pranë zonave ku Shqipëria nuk shihej shpesh, në periferi, në lagje e fshatra të varfra, në familje e shtëpi ku mungesat ishin të dukshme dhe heshtja në fytyrat e njerëzve ishte e rëndë. Ne kemi trokitur aty ku kishte dhimbje, duke u gjetur pranë e duke ndihmuar. Aty ku mungonte shpresa, e kemi ringjallur atë duke qenë të pranishëm. Aty ku duhej një dorë, një fjalë mirë, një prezencë, ne nuk kemi munguar. Shqipëria jon ka shumë sfida, shumë dhimbje të heshtura, shumë histori që duan vëmendje e zgjidhje. Por ky vend, njerëzit e saj, kanë diçka të jashtëzakonshme, zemrën e shqiptarëve, sepse atë dheu nuk është vetëm toka, pjesa e dheut janë njerëzit. Është fëmia që pret shpresë, nëna që pret një mbështetje, i moshuari që pret të mos harrohet, të rinjt ekselent për t'u arsimuar, por që nuk e kanë këtë mundësi. Në këtë dekadë kemi parë fëmijë që u kemi rikthyer buzëqeshjen, familje që kanë rifituar dinjitetin, të rinj që janë ringritur duke u dhënë një shans të dytë, të moshuar që marrin vëmendje për kushtim. Ne nuk kemi sjellë vetëm ndihma materiale, ne kemi sjellë respekt dhe ngrohtësi njerëzore. Kemi mësuar se një dorë e zgjatur në kohën e duhur mund të ndryshojë një jetë të tërë. Faleminderit me zemër vullnetarëve tanë të shumt. Ju keni vajtur në shije në diell përvolues në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo derë ku kishte nevojë. Ju keni bërë të mundur gjithçka që sot ne e quajmë 10 vite arritje. Ju jeni zemra që ka mbajtur gjallë këtë nisëm. Faleminderit antarëve të bordit drejtues ndër vite për ndihmën dhe kontributin që keni dhënë, për drejtimin e kësaj organizate me përkushtim e transparencë. Faleminderit bamirësve, të mëdhej e të vegjël. Ju keni treguar se vlera nuk matet me shumën, por me shpirtin me të cilin jepet. Faljush, janë hapur dyer, janë ndryshuar jetë, janë rikthyer buzëqeshje. Një falënderim i madh shkon për diasporën shqiptare. Ju që punoni i jetoni larg, por keni treguar se zemrën e keni këtu, në atë dheun tonë. Sa herë kemi pasur një thirrje të vështirë, ju keni reaguar të parët. Jeni bërë krau juni fort në këtë dekadë solidariteti. Jeni pasuria më e madhe e kombit tonë. E tani, me respekt, dua të falenderoj edhe kryeministrin Rama, i cili në momente të rëndësishme ka ofruar mbështetje institucionale, duke na ndihmuar të veprojmë shpejt dhe drejt në realizimin e projekteve tona. E vlerësoj këtë, sepse kur bëhet fjalë për njerëzit në nevojë, nuk ka palë, ka vetëm përgjegjësi njerëzore. Dhe po, është të vërtetë, zanafilla e njohjes tonë është pikërisht ashtu siç ti the, me një ndryshim të vogël që unë besoj se jam një nga ish aktivistët e parë dhe të fundit që do ta lija freshin në ditën që Partia Socialiste erdhi në pushtet. Sepse unë nuk jam bashkuar kurrë për pushtet, por për idealet e mia. Familja ime ka qenë themeli dhe mbështetja e punës dhe misionit tim. Baba im më mësoi me shembullin e tij se njeriu duhet të jetë i dobishëm për tjerët, të mos tërhiqet kur dikush ka nevojë dhe të mos harroj kurrë se nderi
karakteri dhe dinjiteti janë pasuria më e madhe që mund të ketë një njeri. Nëna ime, motra dhe vllai, faleminderit për qetësinë, për mbështetjen dhe për dashurinë që më keni dhënë vazhdimisht. Një falënderim me mirënjohje dua t'ia drejtoj Vlerës, bashkëshortes time. Vlera, të falenderoj që gjatë gjithë këtyre viteve të punës time, unë kam munguar në shumë festa, gëzime e vështirësi familjare për shkak të këtij misioni. Ti ke treguar gjithmonë mirëkuptim. Faleminderit që ke qëndruar pranë meje me durim, me ke mbështetur dhe kur kthehesha emocionalisht i lodhur e i ngarkuar, që nuk më ke gjykuar për kohën që nuk kam qenë pranë teje. Faleminderit për qetësinë, për forcën dhe për zemrën që ke. Të dashur miq, që në ditët e para kam pasur një ëndër të madhe, që fundjavë ndryshe të mos mbetej një nisëm e çastit, e lidhur me një emocion të përkohshëm apo me një individ vetëm, por të kthehej në një institucion të vërtet të bamirësisë dhe të solidaritetit njerëzor, një strukturë të qëndrueshme, me sistem, me përgjegjësi dhe disiplinë, që të jetoj shumë më gjatë se secili prej nesh. Sot, pas 10 vitesh, unë jam thellësisht i lumtur dhe krenar që kjo ëndër është bërë realitet. Sepse vetë fakti që fundjavë ndryshe qëndron ende sot, më e fortë se kurrë, dëshmon se shqiptarët kanë një zemër të jashtëzakonshme. Dëshmon se solidariteti nuk është thjesht një vlerë e jona, por është pjesë e shpirtit tonë kombëtar kudo që jetojmë. Fundjavë ndryshe është dhe do të mbetet pasuria e shqiptarëve. Një mision në shërbim të atyre që kanë nevojë, një shembull i humanizmit, i dinjitetit dhe i forcës së këtij populli. Rrugtimi ynë vazhdon. Projekti i radhës është shtëpia e të moshuarve, një vend ku askush mos e mbyll jetën në vetmi. Në Shqipëri ka shumë të moshuar që jetojnë vetëm, dhe ne kemi detyrimin moral e njerëzor kombëtar të qëndrojmë pranë. Ata janë rrënjët tona, historia jonë. 10 vite më parë thash, nëse të gjithë bashkohemi, mund ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë, fundjavë pas fundjavë. Sot, pas 10 viteve sfida e fitore, e them me zemër të plotë. Ky popull, kur e thret zëri i Zotit, i adheut dhe i vllazërisë, bëhet forcë që nuk e ndal dot askush. Fundjavë ndryshe lindi nga dashuria për Shqipërinë dhe nga bindja se Zoti na ka dhënë një detyrë të shenjtë, të kujdesemi për njëri tjetrin. Kjo është pasuria jonë më e madhe. Ky është misioni që na bashkon dhe na e forcon shpirtin. Le ta mbajmë gjallë këtë flak solidariteti që na ka bërë shembull për mbar kombin. Le të ecim përpara me besim, me përgjegjësi dhe me dashurinë e pastër për njerëzit tanë, sepse çdo vepër e mirë është një gur i vendosur për Shqipërinë që duam t'i lëmë fëmijëve tanë. Zoti e bekoft fundjavën ndryshe. Çdo zemër shqiptari që jep, që sakrifikon, që beson, rroft Shqipëria, rroft kombi ynë i bekuar, rroft solidariteti që na bashkon. Faleminderit gjithëve, me gjithë zemër. Misioni ynë vazhdon.